që ka qenë atje janë të kyshur direkt edhe këtu në qeveri, qoftë si këshilltar, qoftë si përfaqësues me një farë forme të qeverisë së Kosovës edhe në raport me dialogun. Unë besoj shumë edhe tek leadershipi shqiptar në Lugin Preshevës dhe politika në Kosovë, por edhe kemi edhe këshilltarin e kryeministrit, kemi edhe asociacionet pavarura, kemi një këshill kombëtar shqiptar. Tani më nuk është koha kur liderët politik dhe përfaqësues qeveritar të Kosovës, lider politik në Lugin Preshevës, prezantohen nëpër rrjetet sociale vetëm me një reagim apo me një deklaratë televizive, dënojmë ashpër se ky ligj i ri po dëmton pozicionin e shqiptarëve. Ne duhet të jemi të gatshëm dhe të marrim modele si nga Kroacia, si nga Hungaria dhe shtetet e tjera dhe të ofrojmë një platformë konkrete si çfarë duhet bërë me shqiptarët. Është momenti që edhe në bisedimet me Beogradin zyrtar, Prishtina të akuzojë Beogradin, siç po e akuzon sa herë që i duhet Beogradit Prishtinën për serbat në Verit Mitrovicës, në përgjithësi për serbat në Kosovë, por edhe Prishtina është momenti që duhet akuzojë Beogradin me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar për ta trajtuar të drejtat e shqiptarëve. Po, Dardan Krasniqi. Përshëndetje zonja Beluli. Jo për t'ju sfidu se nuk e di sakt aktivitetin tënd se si mundesh me ushtru atje, po veç isha nga Korreshtja me ditë se aty dikon në periferitë e Bojanovcit me sa di është një bazë ushtarake. Është Cepotini. Cepotini. Që konsiderohet që investitori më i madh ka qenë ambasada amerikane. E ka rastis me pa edhe këto ditë edhe më herët të forca të ushtrisë amerikane ose të vendeve të NATO-s? Po, është interesante, unë kam qenë në inaugurimin e kësaj baze ushtarake